Rasti i Fatmir Shehollit është aktualisht çështja më e rëndësishme dhe më serioze penale në Republikën e Kosovës. Zhvillimi kryesor ka të bëjë pikërisht me të, tashmë është zyrtarisht i akuzuar, është marrësi i pandehur për spionazh dhe shantazh. Detaje do të na i sjell në këto momente në lidhje me dosjen e Fatmir Shehollit, i cili është arrestuar në tetor të vitit të shkuar, kolegja Leonita Bajrami. Bashkë me ne në komunikim do t'jetë edhe gazetari i njohur Mentor Shala. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje Leonit, unë do doja ta nisnim bashkë këtë komunikim për të më dhënë detaje në lidhje me dosjen, në lidhje me akuzat dhe personat e tjerë të përfshirë. Atëherë gjatë ditës së djeshme, pothuajse një vetë pas, prokuroria speciale ka arritur të ngrejë akuzë ndaj Fatmir Shehollit si dyshuar për spionazh, konkretisht në bashkëpunim me bija në Serbe, ose si ta themi në direktivat e bijas Serbe. Bojan Dimiq kryesisht duket se ka qenë personi përgjegjës në direktivat e të cilit ka qenë Fatmir Sheholli. Po ashtu krahas veprës penale të spionazhit, Fatmir Sheholli është ngarkuar edhe me veprën penale të shantazhit ndaj një personi të caktuar, dëmin së cilës sipas prokurorisë vlerësohet se i ka shkaktuar në rreth 13.000 euro. Natyrisht çështja e spionazhit dhe vepra me të cilën ngarkohet Fatmir Sheholli ka një rëndësi më të veçantë, marr parasysh që sipas prokurorisë speciale Sheholli nga një kohë e pacaktuar e deri në momentin e arrestimit të tij ka mbledhur informacione me qëllim për shpërndarjen dhe përcjelljen e tyre te bija serbe, natyrisht në dëm të interesave të shtetit të Kosovës. Konkretisht, prokuroria speciale e trajton faktin ose ta themi ashtu punën që Sheholli ka bërë në dëm ose në ndikim për të ndikuar në zgjedhjet lokale të 2025-s, pra të tetorit të 2025-s, në favor të listës serbe, natyrisht i dirigjuar komplet nga bija serbe, sipas akuzës, dosjen të cilën e posedojmë edhe ne, i njëjti në muajin shtator të 2025-s, ka shkuar në Mitrovic të Veriut, konkretisht te shkolla teknike, pra që është në fillim ose në hyrje të qytetit të Mitrovicës nga lagja e Boshnjakëve. Aty një person, siç përshkruan prokuroria me kapel të zezë, i ka dhënë dokumentet, krahas kësaj ka dhënë edhe 5.000 euro, e kryesisht këto dokumente sipas prokurorisë speciale kishin të bënin me Nenad Adrashiqin dhe me ministrinë të cilën ai në atë kohë e drejtonte, pra ministrinë për komunitete dhe kthim këtu në qeverinë e Kosovës. Gjatë kësaj kohe, prokuroria me urdhër ose me leje të gjykatës ka shfrytzuar edhe masa të veçanta të monitorimit ose të sigurimit të provave kundrejt Fatmir Shehollit. Këtë rast ka pasur përgjues në veturën e tij, ka arritur të përgjojë edhe telefonatat në këtë pikë, po ashtu ka bërë edhe përcjelljen e tij fizike, do të thotë në mënyrë të fshehur. Gjitha kjo për të arritur deri te prova, disa prej të cilave edhe i përmenda sa i përket ndikimit në zgjedhjet lokale. Po. Për të ndalur në këtë pikë, do doja të dëgjoja edhe zotin Shala, e më pas do të vijoj me pjesë të tjera të dosjes, sepse është një dosje voluminoze që ka nxjerrë disa fakte tronditëse. Zoti Shala. Po, Fjori, Serbia prej përfundimit të luftës në Kosovë, e deri më sot nuk është nal asnjëherë në luftën e saj speciale ose në luftën e saj hibride për me dëmtu reputacionin, për me paraqit Kosovën si një shtet dështum, e sidomos intensifikimin e madhe ka bo pak para pavarësisë, mos me leju Kosovën me shpall pavarësinë, edhe ka vazhdu pastaj në vazhdim edhe mas pavarësisë për me e rrit polarizimet kryesisht mes shqiptarëve, për me paraqit situatën shumë tensionume, se në këtë dosjen e Fatmir Shehollit një farforme shplohet gjithë këto zhvillime që na ka ndodhur neve në fakt në Kosovë.
Aty shplon gjitha. Është përmendet polarizimi mes diasporës shqiptare edhe banorëve të Kosovës, do të thonë përqame mes familjarëve, se në ata diasporën e kemi familjarë shumicën. Pastaj është radikalizmi islam, është shtytja drejt se si jepeshin direktiva, po. Absolutisht. Masanej kemi ato dokumentat e bijës sërbe. Dhe më thonë, gjithmonë shërbimet sekrete do të me pas parasysh, se janë disa dokumente aty që tash paraqiten në forma ndryshme, interpretohen, komentohen, për shkak se qëllimi ka qenë interpretimi me pas shumë interpretime në mënyrë që me hudh mjegull. Kjo është edhe qëllimi i shërbimeve sekrete, zakonisht. Kemi dokumente që Kosova do tentojnë... duket si Kandahar. Kjo është një deklarat shumë e zymt, shumë e vrasht. Po, në fakt, nuk është veç deklarat, a i ka qenë qëllim, është edhe qëllim i Sërbis, me parasit Kosovën, me parasit si i shtetë dështumë. Serbia dënë me pa Kosovën shtetë dështumë. Për shkak se dhe më thonë, e merë si argument pastaj për qnjohjen ose për me fillu fushatën e saj që se ka nalë asë njëherë për zhbamjen e shtetit Kosovës. Ajo është edhe qëllimi i Sërbis. Edhe, po, qëllimi final, si masme i Sërbis është tëri sot që kemi mujt me pa dhe me përshkak se imi kanë rjedha në zhvillime, në gjitha këto zhvillime, është me tentu me kriju një farloj konflikti mrena shqiptar, mrena komunitetit shqiptar në Kosovë. Edhe pastaj me arsytu. Shiko, kjo është një skenar, po rezultatit cilin ata e dëshirojnë. Kjo është një skenar cilin e ka përdor Rusia në Ukrainë për vite me radhë. Deri sa e ka rëzu si shtet, edhe në fund ka shku edhe ka aneksu Krimin. Nëse ju kujtohet në 2014, me pretekstin se po imbron Rust. Në atë ko. Njëjta metod është duke u zhvillu në Kosovë. Më thonë, deri me pru situatën, një përplasje mes etnisë shqiptare, mes komunitetit shqiptare në Kosovë, edhe në fund Serbia me pas pretekst, eventualisht me marë pjesën veriore, me thonë pimbroj sërbë. Vučići nëse e keni vrejt me vëmendje, Vučići kohë të fundit ka fillu me dhonë deklarata që sërbët janë të pambrojtë, na duhet me mbrojtë sërbët, a i veç ka fillu me pregadit tereni. Ka njëshu një loj mobilizimi, po. Pra ndaj e gjithë kjo që e pam në aty, jo që se kemi ditë, po është mirë që prokuria speciale e ka ndorë qështjen, edhe është mirë me esqaru pik për pik deri në fund. Dërsa sa i përket Fatmir Shaholli ka qenë shpioni deklarum edhe vetë. Ka qenë shpioni dy fisht, a i nuk ka qenë vetë shpion i Sërbis, po ka qenë shpioni dy fisht. A i ka bashkëpunu edhe me institucionet tona të sigurisë, po edhe me Sërbin, dhe më thonë a i ka qenë i deklarum. Problemin në Kosovë është sa shpionat i kemi na që nuk i dim, ajo problemi kryesor, se këta që i dim, këta i dim edhe është let i përcjelle i monitoron e i mbi këshyre. Do të diskutojmë sërish pikërish në mënyrën se si ka funksionuar, nëse ka një rjetë të mirëfill të Leoni, ti e ke lexuar dosjen, dhe ka detaje që bëjmë fjalë që mund të jetë një rjetë pra personat të tjerë të përfshirë. Nëse pikat kryesore ose që ka vinë ma shumë në pa prej dosjes prokurorisë, kjo do të ndalesha fillimisht edhe të ndërhyrja do të vazhdoj atë ndërhyrja në zgjedhje për faktin se parat që i ka marrë prej bijës sërbe Fatmir Shaholli, i ka shpërnda, do të thotë të një gazetar të Milaim Zeka. Ta shpërnda në kuptimin që njëmi është takuar me Milaim Zekën, ja ka dhënë materialin që e ka siguruar nga Bojan Dimiqi, personi përgjegjës për Shahollin në kuadër të shërbimit sekret sërb, dhe të njëjtën aty ka kërkuar që t'i publikoj në median të cilën ai e ka në pronësi pra Milaim Zeka, sipas prokurorisë, e cila thotë se përmes provave dhe masave të veçanta të monitorimit të Shahollit ka arrit me pa që 1.000 euro, Shaholli ja ka dhënë Milaim Zekës, e 1.000 të tjera ja ka premtuar pasi që të përfundoj publikimit gjitha materialeve, pra ka edhe një person tjetër i cili është
ta themi në mënyrë indirekte. Po nuk është nën akuz, nuk ka akuz. Jo, nuk është nën akuz. Sa i përket çështjes së parave dhe shpërndarjes së materialit përmes gazetarit Milaim Zekaj, njëri ka thënë që Gizi Gjerman, sheholli ka thënë që Gizi Gjermani ka dhënë 5.000 euro për të shpërndar këtë material, pra për të publikuar këtë material. Të njëjtën gjë e ka pohuar në prokurori edhe vetë sheholli duke treguar që Zekës i ka thënë se Gizi Gjerman ka dhënë ato fonde për publikimin e materialeve të tilla. Një rrjedhë e tillë e kësaj çështje ose procesit për shpërndarjen e këtij materiali deri te Zeka, nuk nënkupton që Zeka është nën akuz, por do të jetë si dëshmitar, sepse në dosje përshkruhet që Milaim Zeka do të marrë pjesë, duhet të marrë pjesë në procesin gjyqësor që do zhvillohet ndaj shehollit. Një gjë e rëndësishme që e përmendi edhe kolegu është dokumenti, nuk është deklaratë, është dokument në posedim të shehollit që është gjetur me mbishkrimin Top Secret 2. Kjo çështje ka të bëjë me radikalizimin e shoqërisë në Kosovë dhe paraqitjen e Kosovës si një shtet. Çfarë thuhet në këtë dokument? Si një shtet të radikalizuar edhe ekstremist. Sipas këtij dokumenti, i cili ishte në gjuhën serbe dhe sheholli ka shpërndar të një personi tjetër me emrin Viktor Makedonia. Thuhet është një farë plani operativ i shërbimit sekret serb për të, siç thash, për të paraqitur Kosovën si një shtet të radikalizuar, kryesisht përmes ndërtimit të xhamive në hapësira të dukshme, pranë autoudhave, pranë shkollave, praktikisht në vende ku asnjëherë nuk ka pasur, mbas edhe asnjëherë nuk ka pasur një xhami të ndërtuar. Krahas kësaj, ky dokument tregon planin detajisht në kuptimin që tregon se sipas këtij dokumentit, pra të shërbimit serb, ka persona në krye të ka imam, do të xhamive që janë në direktivat e shtetit të Serbisë dhe po punojnë në këtë drejtim. Po ashtu, fokusi veçantë, siç tha edhe kolegu, i kushtohet edhe diasporës së Kosovës, kryesisht në Zvicër dhe në Gjermani, ku po ashtu përmes fesë islame synohet të ndikohet në këtë aspekt dhe edhe të çohet deri te radikalizimi i shtetit të Kosovës. Qëllimi kryesor në këtë pikë sipas këtij dokumenti, pra që ka qenë në pronësi të Fatmir Shehollit dhe është gjetur në telefonin e tij, është që në këtë mënyrë, pasi të radikalizohet shoqëria në Kosovë, të ndryshoj perceptimi i Bashkësisë Ndërkombëtare për Kosovën në mënyrë që të shihet si një vend komplet tjetër, në kuptimin pas 20 vjetëve të duket si Kandahari. Kjo do të tërheqte edhe mbështetjen e perëndimit për Kosovën. Por krahas kësaj, qëllimi mbase kryesori i Serbisë, që është i shfaqur në vazhdimsi edhe para luftës edhe pas luftës, është që Kosova të kthehet në jurisdiksionin e Serbisë, gjë që përmendet edhe në vetë dokumentin. Nëse mundem shumë shkurt. Do vi sërish tek ti, të lutem, do vi sërish tek ti. Mentor, kam dëgjuar dhe kam lexuar ditën e djeshme shumë komente, shumë analiza, shumë qëndrime edhe nga analistë të njohur dhe le të themi zëra të rëndësishëm të Kosovës. Disa thonë që sheholli duhej lënë edhe disa kohë për të kuptuar se deri ku do mbërrinte. Për të kuptuar atë që thatë ju është një mekanizëm i tërë, pra është një rrjet i mirëfillt që ka funksionuar, apo është një individ që ka zgjedhur këtë rrugë dhe është përpjekur që për misionin e tij të rekrutojë element të ndryshëm, sidomos për sa i përket medias. Fjori, unë e thash edhe pak më herët, për Fatmir Sheholli është spion i deklaruar edhe vetë. Po pse i jep kjo lloj hapësire mediatike? Vetëm ta tregoj. Po jo, nuk është puna vetëm ta hapësira mediatike. Fatmir Sheholli është përdor edhe nga institucionet tona të sigurisë. Për me mbledh informacione dhe për me pru informacione në Kosovë. Dhe na është përdor edhe prej tonëve, jo vetëm prej Serbisë. Ai në kohën e Jugosllavisë ka qenë pjesëtari i DB-s në atë kohë. I kanë thonë Državna Bezbednost, është ajo siguria shtetërore. I UDBA-s në fakt. Ka qenë edhe atëherë. Në ka punu në këtë sektorin e analitikës të UDBA-s. Kështu që Sheholli ka qenë i njoftun edhe i deklaruar edhe vetë, nuk ka qenë i msheft shpion, ka qenë shpion i hapun.
edhe ka bashkëpunu, dhe më thonë, ka qenë shpioni dy fisht. Edhe unë mendoj që zakonisht shtetet serioze, shpionat e tillë, nuk i arrestojnë, por shpionat e tillë i marrin edhe i përdorin për informata. I përdorin për informata. Mirë po, kjo, puna arrestimi ti, mendoj që është mirë që është arrestu për shkak se po shplohet komplet plani sërb, i cili është të ndodh edhe është të zbatu në Kosovë për vite me radhë. Na sot, shoqënia sot kosovare, kur ma e përqame nuk ka qenë mes diasporës edhe pjesës vendore të qytetarëve. Kur s'ka qenë ma e përqame. Dhe më thonë, kjo qëllim pothuaj se është arrit. E dyta, radikalizmi atë që tha Leonita, po. Po vrehen lëvizjet, vrehen zhvillimet, vrehen të përshon ki ndërtimet xhamiave, po thuaj se shumë afër njëna tjetrës. Janë gjitha këto elemente cilat i ka përdorë Serbia edhe ato janë veç të zbatu në Kosovë. Kështu që nuk është kjo diçka, kjo të më fakt mirë është u shplu krejt plani edhe loja çfarë ka qenë. Po tash është një pyetje esenciale këtu. Fatmir Shaholli është në burg. Unë mendoj që Serbia ka një rrjet edhe një ndikim të madh edhe të njerëz tjerë që na nuk i dim e që punojnë në sheft në Kosovë. Na kemi pas zbulu një rrjet shumë ma herët sa kanë qenë në RTK, kemi zbulu një rrjet të shpionazhit, cilë kanë qenë kryesisht sërb. Mirë po, ata kanë qenë, dhe më thonë, të nxitun edhe prej Rusisë, jo vetëm prej Serbisë në Kosovë. Ndërsa shqiptar sa ka, unë mendoj që ka shumë, po na nuk i dim kush janë ata. Edhe mendoj që problemi kryesor këtu është, kush po i fryn sot përqamjes mes diasporës edhe njerëzve në Kosovë këtu, vendorëve. Kush është të i fry mas shumë ti? Kuj pi konvenon që kjo punë në Kosovë sot? Për po Serbisë si absolutisht Serbia ju si e mendoni? Si e mendoni, sepse kemi diskutuar shpesh bashkë mentor dhe po kalon një krizë të jashtëzakonshme politike Kosova pas 9 shkurtit të vitit 2025 dhe vijon ende dhe nuk dihet se çfarë do të ndodhë sepse është ngërçi i krijuar nga mungesa e një emri konsensual për president. Sa të rikthehet, do vijojmë bashkë Leonid. Të kalojmë tek një... Po, ndjes Leonida, ta përfundoj. Po thrasin telefonat tani po ndërprerjet lidhje. Po, patjetër. Do më thonë, krejt kjo situatë po shqihet që 2 vite e gjys, na e kemi një parti politik... Po si mendon, kush po i fryn kësaj përçarjeje? Po në fakt, po vret kush i fryn, kush është e bo përqame mes diasporës edhe në Kosovës, të na. është do e bo levizja vetë vendosë edhe Albin Kurti. Mas shumë të këta i kanë fry kësaj situate në Kosovë. Dhe më thonë kanë arrit me përqa njerëz në mrena familjes. Kurti ka votat e diasporës. Edhe, po i pikërisht për këtë arsye. Madje e kam ngritur shpesh të pyetje, si shpjegohet që diaspora voton vetë vendosjen? Po si dhe, tash ka dal, po shplohet loja, edhe po vrehet, dhe më thonë, paka shumë, se sa është investu, qësh është punu, sa shumë është punu për me arrit këtë farë tensioni mes familjarve që janë këtu, që jetojnë në Kosovë dhe që jetojnë në diasporë. Dhe më thonë, këtu në Kosovë kemi shumë gjana cilat duhet me usëru. Cilat në fakt i kanë konvenu Sërbis, edhe cilat ka punu Sërbia, po edhe është punu në favor të interesave sërbe në këtë vend. Na jemi sot pa në një situatë shumë tronë. Kosova kur ma keq nuk ka qenë në raport me shtetësinë e saj. Na lase kemi të përmbyllën totalisht shtetësinë. Kam fillu situatat me ndru, ka fillu edhe Rusia me deklarata që Kosova do të mjë këty Sërbis. Kam fillu Serbia me Vučići me përmend që thash edhe pak ma heret, që sërbë të Kosovës janë të pambrojtën. Në më thonë, krejt qëto elemente, nëse merën edhe krijohet mozaiku, na e kemi situatën shumë, shumë keq. Leonid. Edhe kjo situatë, të e pas, mas i kemi një palë, 3 pas zedja, 4 pas zedja sa u majten. Me gjithë lokalet i bje 4 pas zedja. E fiton shumicën absolut, i fiton 57 deputet njëre, 53 deputet, nuk krijon institucione. Kur s'ka institucione, sigurisht situata sigurisë vënë është katastrofale dhe shteti është gjithmonë rrezik kur s'kite institucione.
Atër kujna për i komeron kjo situatë? Sërbizi komeron absolutisht. Mentor, të lutem më lejo të shkoj pak të Kleonita. Të shkoj pak të Kleonita disa minuta për të diskutuar rreth një dosje tjetër të gjendur në telefonin e Shehollit, dosja Leptiri. Çfarë është? Sepse ka shkaktuar reagime të jashtëzakonshme dhe kjo dosje nisur nga pretendimet për Kurtin, shantazhet që mund të jenë bërë gjatë kohës që ishte i burgosur në Serbi. Do të pyes edhe ti mentor pas pak, po sapo të marr detajet nga Leonita. Po Leonit. Atëherë, pas analizimit të telefonit të Shehollit, natyrisht pas arrestimit të tij, e thash janë disa pika kryesore që bien në sy që janë marrë si prova nga telefoni i tij. Në mesin e tyre është edhe një dokument tjetër, i emërtuar si Leptiri. Aty bëhet fjalë për një plan operativ të sigurimit shtetëror të Serbisë, e që është i hartuar në vitin 2001. Do të thotë është asaj kohë që për qëllim kishte komprometimin edhe rekrutimin e Albin Kurti gjatë kohës së njëjtë mbahej në nesh të Serbisë si burgosur politik. Do të thotë edhe ky dokument është në gjuhën serbe. Sheholli ja ka dërguar disa persona. Çfarë thuhet konkretisht aty? Si do të veprojë? Pra në çfarë do të bëjë shantazhin ndaj Kurtit? Po natyrisht gjatë kohës së njëjtë ishte sa mbahej i burgosur në forma të ndryshme. Ky është një prej dokumenteve që nuk është i përkthyer tamam nga ana e prokurorisë, dhe Sheholli kur është pyetur për të thotë se u ka nisur disa personave që të ja përkthejnë. Në mesin e tyre përmendet edhe persona të shërbimit informativ të Shqipërisë, të cilëve thotë se u ka nisur. Sipas Sheholli nuk është lëshuar shumë në deklarata sa ju përket këtyre çështjeve dhe dokumenteve kryesore, ose të paktën nuk përmendën akoma në akt akuzë. Do duhet pritet edhe procesi gjyqësor ndaj tij për të marrë sa më shumë detaje. Sa i përket komprometimit dhe rekrutimit të Albin Kurtit në atë kohë, pra Sheholli nuk është mbasi edhe kishte një dieni, po të paktën në arsyetimin e tij thotë se kishte nisur për kthem të disa persona. Sa kujtoj më saktë nga dosja, i përmend diku 4 persona të cilëve thotë se u ka nisur, një tjetër thotë se nuk e mban mend se ja ka nisur këtë dokument. Pra janë çështje që janë gjetur te Sheholli e që datojnë edhe shumë më herët se sa veprimtaria e tij e fundit në do të para arrestimit të tij, siç ishte çështja e ndikimit në zgjedhje, por janë çështje shumë të ndjeshme për shtetin e Kosovës, natyrisht se një person ka arritur që informacionet e marra nga BIA serbe t'i shpërndajë të disa persona që në një formë ose një tjetër mund të kenë pasur ndikim në shoqëri, ose edhe në fund të ditës pak a shumë të shtyjë përpara narrativën e Serbisë. Duhet të theksohet po ashtu që me Bojan Dimiqin, kur janë zbardhur bisedat me të nga ana e policisë, përmendet edhe ushtria çlirimtare e Kosovës në ç'të kontekst dhe përmenden persona të caktuar, familjar të ish-ushtarëve të UÇK-s. Është një pjesë relativisht e shkurt në këtë pikë që përmend dhe merr si provë prokuroria speciale krahas kësaj. Duhet të theksohet se prokuroria speciale, në këtë rast prokurori kompetent Kodraliu, e ka përmendur edhe faktin se Fatmir Sheholli që minimalisht që nga 99 ka shtyrë përpara narrativën serbe ndaj Kosovës. Përmenden deklaratat e tij dhe janë marrë si prova për çështjen e luftës në Kosovë kryesisht, ku mes tjerash citohet që Sheholli në mediat ndërkombëtare ka thënë se Serbia nuk po kryen gjenocid në Kosovë. Pra që nga fillimi i veprimtarisë së tij në të kaluarën, përmendet po ashtu që Sheholli ka punuar edhe në kuadër të strukturave të ish Jugosllavisë, ka punuar edhe si gazetar në televizionet e asaj kohe, por në përgjithësi përmblidhet fakti që Sheholli në vazhdimsi ka shtyrë përpara narrativën serbe. Këtë gjë është munduar ta bëjë edhe përmes dokumenteve të tilla që i ka përcjell në vazhdimsi te persona të tretë. Mentor, dosja Leptiri, si e lexove? Çfarë kuptove? Dosja Leptiri është një dokument
është qaj dokument që mujta me po, është një dokument i artum prej shërbimit sekret sërb, prej bia sërbe. Edhe zakonisht Nëse mundem, Fiore, është prej sigurimit shtetëror të Serbisë, jo prej shërbimit sekret të Serbisë. Kjo si pas prokurorisë speciale dhe dosjes. Pra janë institucione që kanë vepruar në atë kohë ndryshe edhe tash veprojnë ndryshe. Ishte për saktësim kjo nga ana e Leonitës? Po, dhe shërbimi është në fakt janë shërbimet e sigurisë Sërbisë, janë ato të ndame mrena një strukturë funksionojnë në Sërbi. E kanë njëtin qëllim, njëtin në rol. S'ka nëjfar punë tjetër. Kjo dokument, në fakt, gjdo dokument që del për një shërbimi sekret, armitësor në këtë rast, që është Serbia, ai sigurisht që gjithmonë duhet me u marrë me rezervë, edhe duhet me u marrë me u konfirmu shumë sakt, edhe mu verifiku edhe mu hetu shumë sakt, edhe me pa që ka të vërtet në ta. Për shkak se Serbia mundet me kriju dokumenta sa të mundet sot, për shkak se na nuk kemi qasje të ta me dit, a janë ato dokumente kur janë të krijume, pse janë të krijume dhe cila është qëllimi i krijimit aty në dokumente. Dhe dokumente kaq sensitive si mund të mbahen në telefon? Kur kemi të bëjmë, le të themi me një person që është i mirë trajnuar. Ja, një shpion i manë, se ata i kanë për detyra, a i sigurisht s'ka besu dhe që arrestohet. Qartë. Se ka prit që arrestohet edhe i manë, a i qatë punë e ka, me marrë dhe me barë informacione, me kriju situata, me kriju rëthonat, dërëshme detyre e shpionave shikjes, që të punë s'kanë ata. Dhe sa i përket dosjes? Kjo dosja leptir, aty është për mendimin tam që sa mujta me pa une, është një përpjekje për me kriju mjegull, me bo pak ma shumë mjegull. Përmendën disa situata mrena Burgut, me demek Albin Kurti ka pas një dashnore, që bëdjone, këto gjanat aty, edhe në fond, për shkak kësaj këtyne rëthanave, do të tentu me shantazhu kur të vjen. Pra, në që formë do të shantazhoj zoti Kurti? Cilat janë detajet e dosjes? Detajet se sa pash une, aty ishtë që kjo ka pas një dashnor në Borg, mashkull. Edhe tash, aj dashnori, dikun ka bashkëpunu edhe me Sërbët. E ideja me kompromitu, me boj incizime aty mrena Burgut, që masanej me shantazhu Kurtin kur vjen këtu. Po, për mendimin tam, këto dokumente nuk bes, edhe njën, thash, edhe jelë. Atër, Leonit, për të dhënë sjarime pikërisht detaje nga dosja Leptiri. Po, e kemi mentorin i rasërisht telefoni. Po. Mentor, të dëgjoj. Kemi probleme me audion. Atër, detajet e fundit në lidhje me Leptirin do t'i ndajmë me Leonitën për para se ta mbyllim, sepse kemi kaluar edhe çdo afat. Leonit, pra do të shantazhojnë në këtë mënyrë? Pa dyshim, do thot kanë qenë plane që gjatë kohës Albin Kurti ka qenë në Burgem, buan të dënimin e tij si burgosur politik atje, konkretisht në burgun e Nishit, edhe këtë dokument, si që thash, sheholli po e lexoj prej dosjes, ka pranuar që këtë planin operativ për diskreditimin e Albin Kurtit, ja kishte dërgu drejt për drejt Bojan Dimiqi, pra si që do të personi përgjegjës për të, edhe këtë dokumente ka përcjell të njësat personat e tjerë, brenda dhe jashtë Kosovës, për ta theme ashtu për shpërndarjen e këtij dokumenti dhe të bëhet sa më shumë ta theme të arrijë persona të caktuar. Veç që po mundohem të gjej si pas përmbajtjes së këtij dokumenti, parashih përdorimi i një burimi informativ me Novkën Leptiri për sigurimin e materialeve komprometuese me qëllim të ushtrimit të presionit ndaj tij për bashkëpunim me RDB-n. Nuk është që lëshoj shumë në detaje, fatkeqësisht nuk është që kam njohuri të mira të gjuhës serbe dhe nuk mund të arrij ta përkthej, po megjithatë theksohet e përmenda
edhe çështjen e shpërndarjes së tij. Konkretisht Sheholli thot para prokurorit ka thënë që ja ka dërgu një personit Milazim Gashit, që thot se ka mik në shesh të Shqipërisë. Po, që funksiononte me një tjetër emër, Dritan Gjoni, nëse e mbaj mend, po. Shefi Shishit në Dorës, ky i referohet, edhe thot se ja ka dërgu Blerim Canaj dhe një personi tjetër me emrin Bashkim Pushkolli, por thot se nuk jam i sigurt se aja kanë dërgu pjesë e provave, natyrisht është edhe dokumenti me do thotë identifikuar si misioni leptiri, e po ashtu janë edhe komunikimet e tij me personat e tjerë që i ka shpërnda. Kryesisht Sheholli ka pasur komunikim të drejt për drejt me personin Bojan Dimiq në raste të shumta në akuzat që kemi lexuar deri tani për spionazh, nuk është që kanë komunikuar në mënyrë të drejt për drejt edhe aq shumë me personat përgjegjës në shërbimin sekret serbe. I njëjti është pak a shumë është koordinuar në tërësi edhe për marrjen e materialeve, për marrjen e parave me Dimiqin. Të falenderoj shumë, Leonid, për të gjitha detajet që solle për ne sot. Do të kemi lidhje të vazhdueshme gjatë këtyre ditëve për të zbardhur të plot këtë dosje nga më seriozet, le të themi, që po shqyrton Prokuroria Speciale e Kosovës. Ju falenderoj, faleminderit shumë zotit Mentor Shala, faleminderit koleges Leonida Bajrami. Do të kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.